Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin ton përditshëm komenti i shkrimit shenjtë. Jemi në datën 28 korrik dhe kisha jonë ortodokse na nxit lexojmë nga libri i Veprave të Apostujve, kapitulli 6, vargu 1 deri në vargun 7. Le ta lexojmë këtë pjesë dhe ta komentojmë sipas hetërve. Por në ato ditë, duke u shumuar numri i dishepujve, lindi një murmuritje nga ana e helenistëve kundër hebrejve, sepse vejushat e tyre po lieshin pas dorë në shërbimin e përditshëm. Atëherë të 12 pasi mblodhen numrin e madh të dishepujve thanë: "Nuk është mirë që ne të lëmë fjalën e Perëndis për shërbyer në përtryj veza. Prandaj vëllezër, kërkoni midis jush 7 burra me dëshmi të mirë, të mbushur me frymë të shenjtë, me urtësi, të cilëve do t'u besohet më këtë detyrë. Kurse ne do të vazhdojmë të kushtohemi lutjes dhe shërbesës së fjalës." Ky propozim u pëlqeu gjithë dishepujve dhe zgjodhen Stefanin, njeri plot me besim dhe frymë të shenjtë, Filipin, Prohorin, Nikanorin, Timonin, Parmenaj dhe Nikollën, një prozelit nga Antiokia. Ja paraqitën pastaj përpara apostujve, të cilët pasi u lutën vënë duart mbi ta. Ndërkaq fjala e Perëndis po përhapej dhe numri i dishepujve po shumoi fort në Jeruzalem, edhe një numër i madh priftërish i bindej besimit. Ky është një fragment nga libri i Veprave të Apostujve, tham, dhe është komentuar sipas hetërve. Le ta lexojmë varg për varg dhe ta komentojmë sipas tyre. Por në ato ditë, duke u shumuar numri i dishepujve, lindi një murmuritje nga ana e helenistëve kundër hebrejve, sepse vejushat e tyre po lieshin pas dorë në shërbim të përditshëm. Shënia Gojardhi vëre se rritja e kishës nuk solli vetëm bekime, por dhe sprova, pra probleme organizative. Konflikti nuk erdhi nga armiqtë e jashtëm, por nga brenda bashkësisë, nga dobësia njerëzore. Kjo tregon se edhe një kishë të mbushur me shpirtin e shenjtë përballet me sfida njerëzore, sepse këtu kemi të bëjmë me elementi njerëzor. Tek libri i Jobit na thuhet që Perëndia gjen gabimet edhe te angjëjt, jo më kur bëhet fjalë për njerëzit. Kështu që kisha toksore, kisha militante është kishë që përbëhet nga njerëz, prandaj asnjëherë nuk do të kemi idenë se çdo gjë në kishë është perfeksion. Helenistët ishin hebrejnë që flisin greqisht dhe jetonin sipas kulturës greke, ndërsa hebrejnë ishin ata që flisin aramaisht dhe ruanin traditat e vendasve. Murmuritja lindi sepse vejushat e helenistëve nuk merrnin të njëjtin kujdes para në ndihmën sociale. Etrit theksojnë se apostujt nuk e mohuan problemin dhe as nuk pajsuan askënd. Ata u morën seriozisht me padrejtësinë, pra jo për të penalizuar personat, por për ta zgjidhur këtë problem. Pra, edhe sot ne mund të themi se në çdo komunitet të krishterë mund vinë keq kuptime. Rritja e një kishe patjetër që ka sfidat e saj. Problemet nuk duhen fshehur asnjëherë, por duhen trajtuar me drejtësi dhe dashuri dhe duhet të zgjidhen ashtu siç vepruan dhe apostujt. Në vargun e dytë lexojmë: "Atëherë të 12 pasi mblodhen numrin e madh të dishepujve thanë: Nuk është mirë që ne të lëmë fjalën e Perëndis për të shërbyer në tryeza." Shënia Gojardhi shpjegon se apostujt nuk e nënvlerësuan shërbimin ndaj të varfërve, sepse kjo ishte një porosi e Krishtit, siç ai vuri dhe kritere për gjykimin e madh, pra isha i uritur më dha të ha, isha i jetur më dha të pisha, i zhveshur më veshët ose i sëmur më pak. Por shërbimi në tryeza përfshinte administrimin e ndihmave për të varfrit, dhe apostujt nuk ishin përcaktuar thjesht për këtë, por ata ishin thirrur nga Zoti që të përhapnin ungjillin, bënin apostullim, të kryenin misteret e kishës. Patjetër që Shpirti i Shenjtë kishte caktuar dhe të tjerë njerëz brenda kishës për të organizuar dhe për të shërbyer kishën si trupi i Krishtit. Secili ka thirrjen e vet në kishë, apostujt predikimin dhe lutjen dhe misteret, diakonët që u caktuan më vonë si një detyrë, pra të shërbenin, ishte një shërbim praktik. Kjo na krijon atë që ne i themi në kisha klasa të ndryshme, nga më të larta deri më të ulta, flasim për shërbimin, nuk flasim për virtute. Por edhe pse këto janë 3 shkallë klerikale, pra episkop, prift dhe diakon, ato janë role të ndryshme në shërbimin kishtar. Pastaj kemi edhe shkallat tjera më të ulta nën diakon, që është një tjetër shkallë që përsëri shërben brenda kishës, dhe të tjera shkallë që janë shkallë administrative shërbyese. Pra, një udhëheqës nuk mund t'i bëjë të gjitha vetë.
Prandaj ashtu si një familje ka nevojë që secili të bëj punën e vet, prindit punën e tyre, fëmijët punën e tyre, edhe në kishë, po ashtu si një familje e madhe kemi një organizim. Pra, siç ishin apostujt, pastaj vinin presbiterët ose pleqt, pastaj vinin diakonët e të tjerë, teologët, katekistët, psaltët, shërbysit, të gjithë kanë nga një përgjegjësi, secili duhet të respektojë dhuntin e secilit dhe të shmanget një mbi ngarkesë. Pra, jo njëri mund t'i bëjë të gjitha. Prandaj kjo është dhe organizimi që bën një kishë lokale, por dhe që kisha ortodokse në përgjithësi duke marrë shembull nga këto probleme që dorën në kishën e hershme apostolike. Dhe në vargun 3 na thuhet: prandaj vëllezër, kërkoni midis ju 7 burra me dëshmi të mirë, të mbushur me frymë të shenjtë dhe me urtësi të cilët do t'ju besojmë këtë detyrë. Pra, shikoni se apostujt e morën problemin, e trajtuan dhe i dha një zgjidhje: kërkoni 7 burra me dëshmi të mbushur me frymë të shenjtë. Këtu etrit vëren 3 cilësi. Dëshmia e mirë, pra karakteri është më i rëndësishëm se aftësia, pra të kishin dëshmi të mirë në komunitet, njerëz të virtueshëm. Fryma e shenjtë, shërbimi praktik kërkon po aq hir sa dhe predikimi, pra jo vetëm me shpirtin e shenjtë kanë, si them, predikuesit ose klerikët, por e kanë edhe ata që shërbejnë. Është shpirti i shenjtë pra që i ndan këto dhunti dhe prandaj asnjë dhunti nuk mund të nënvlerësohet ose të hiperbolizohet. Urtësia, shikoni që diakonët nuk ishin vetëm shpërndarës të ushqimit, por ata duhet të zgjidhin dhe konflikte me drejtësi midis njerëzve në komunitet, siç ishte helenistëve dhe ebrejve. Pra, 7 shihet dhe nga etri si simbol i plotësisë së shërbimit. Numri 7 është një numër plotësie në shkrimin e shenjtë. Prandaj, kur zgjedhim drejtues, nuk mjafton vetëm inteligjenca, por nuk mjafton as fama, duhet integritet shpirtëror dhe urtësi, dhe ata të kenë këtë dhunti nga shpirti i shenjtë, dhe jo thjesht një dëshirë njerëzore. Vazhdojmë dhe lexojmë më poshtë, në vargun 4 na thuhet: kurse ne do të vazhdojmë t'i kushtojmë lutjes dhe shërbesës së fjalës. Pra, etri thonë se, si thotë Shën Joan Gojarti, thekson rendin e shërbesës apostolike: lutja, predikimi, pra shërbesa e fjalës, por këtu bëhet fjalë dhe për misteret e kishës, dhe që ishte edhe misteri më i rëndësishëm, që ishte misteri i falënderimit ynor. Etrit e shikojnë lutjen si burim nga i cili rrjedh çdo shërbes tjetër. Pse? Sepse lutja është kërkesë e fuqisë, e energjisë, e ndriçimit të Zotit. Faktë nuk mund bëhet asnjë shërbes në kishë, që është trupi i Krishtit, dhe jo thjesht një organizat njerëzore. Një kishë që punon shumë, por lutet pak, humbet fuqinë shpirtërore. Kjo duket si në aspektin personal, por edhe në aspektin e përgjithshëm, në aspektin e enorisë. Prandaj, si nga kleriku, diakoni, por dhe deri te besimtari i fundit, të gjithë janë thirrur për të lutur në kishë. Kisha është një vend lutje, një vend adhurimi. Pastaj marrin vlerë dhe gjitha shërbesat e tjera që bëhen në kishë, dhe shërbesat, si them, e përkujdesjes sociale. Lutja duhet të paraprijë gjithmonë veprimin. Marrëdhënia me Perëndin është ajo që është marrëdhënia primare, dhe ajo ushqen dhe marrëdhënien tona me njëri tjetrin, duke jo vetëm në ngushëllim të fjalës, por edhe në një ndihmë sociale konkrete, siç do të shikojmë edhe më poshtë. Dhe vazhdojmë dhe lexojmë vargun 5. Ky propozim u pëlqye të gjithë dishepujve dhe zgjodhën Stefanin, njeri plot me besim dhe frymë të shenjtë, Filipin, Prohorin, Nikanorin, Timonin, Parmenaj dhe Nikolin, një prozelit nga Antiokia. Pra, zgjodhën Stefanin, dhe këtu përmend dhe emra të tjerë, është domethënë se shumica e emrave janë me emërtime greke. Etrit shohim këtu se urtësinë e kishës për të shmangur dyshimet për favorizim, sepse kishim një përballje ndër të vejushave si thishim me origjinë greke ose greqishporse dhe ato me origjinë ebreje. Prandaj u zgjodhen më shumë me origjinë greke që të mos kujtohet se po bëjnë një favorizim i vejushave ebre. Pra u zgjodh njerëz nga grupi që ishte i ndier i lënë pas dore.
Shën Stefani vendoset i pari ndër diakonët dhe ai është jo vetëm diakoni i parë, por dhe martiri i parë. Prandaj, kur lind një konflikt, duhet dëgjojmë ata që ndjen të përjashtuar, t'i përfshijmë ata në zgjidhje dhe kështu të ndërtojmë besimin me njëri tjetrin përmes një transparence dhe respekti të ndërsjellë, ashtu siç edhe e zgjidhen apostujt për situatën që ndodhen në kishën e hershme. Dhe në vargun 6 lexojmë i paraqitën pastaj përpara apostujve, të cilën mbasi u lutën vunduar mbi ta. Është shumë i rëndësishëm ky varg, sepse vendosja e dorëve ishte shenja e bekimit dhe dhënies së autoritetit për shërbim. Etrit shohim këtu si një nga baza biblike të shugurimit të diakonëve. Pra, diakonia që është një shërbim, nuk është thjesht një detyrë njerëzore, por një detyrë e perëndishme e caktuar nga Perëndia dhe nuk mund të bëj thjesht me dëshirë dhe fuqi njerëzore. Duhet vullneti hyjnor, dhe duhet edhe fuqia hyjnore. Dhe kjo u transmetua nga Perëndia në Krishtin me anë të Shpirtit të Shenjtë nëpërmjet apostujve, vënje të duarve të apostujve që quhet dhe hierotoni. Pra, kjo është shërbesa e priftërisë ose e shërbesa klerikale që bëhet në kishën tonë ortodokse. Është një vazhdimsi apostolike. Prandaj askush nuk mund të shërbejë në kishën tonë ortodokse pa marrë këtë hierotoni, pra vënien e duarve të episkopit për një prift ose për një diakon. Prandaj, shërbimi nuk është vetëm zgjedhje njerëzore, ai konfirmohet me lutjet e kishës. Sot ne kemi kisha të cilat nuk janë ortodokse, janë heterodokse, por problemi është se ato e kanë ndërprerë vazhdimsinë apostolike. Ato paraqisin edhe priftërinë, paraqisin edhe diakon, paraqisin edhe episkop. Po kush hierotonisi ata? Kush ja dha hirin kryepriftëror ose priftëror ose hirin e diakonisë? Kush ja dha? E morën vetë. Prandaj kisha nuk pranon shërbesat e tyre, sepse kisha pranon vetëm shërbesat e atyre njerëzve të cilët janë thirrur nga Perëndia dhe janë bekuar, shenjtëruar, shuguruar ose si themi hierotonisur nga kisha apostolike në vazhdimsinë apostolike, siç është kisha jon katolike apostolike ortodokse. Shërbimi në kishë nuk duhet parë si pushtet asnjëherë, ai si shërbim është përgjegjësi, është bekim, është thirrje për përurësi, domethënë sa më e madhe të jetë shërbesa, aq më e madhe duhet të jetë përurësia, që mos të rrëzohesh nga krenaria. Lexojmë dhe vargun e 7, vargu i fundit për sot, ndërkaq fjala e Perëndisë po përhapej dhe numri i dishepëve po shumoi fort në Jeruzalem dhe një numër i madh priftërinj i bindej besimit. Pra, etrit komentojnë se e lidhin drejt për të rritjen e kishës me zgjidhjen e drejtë të konfliktit. Nëse ky konflikt, që duket sporadik, nuk do zgjidhej nga apostujt, ai do ishte një shkak ndarje, skizme dhe kisha do të dështonte që në fillim. Prandaj duhet pasur kujdes, nuk duhen neglizhuar gjërat e vogla në një komunitet. Rëndësia primare e një kishe, si kishës së madhe të Krishtit, por dhe një kishe lokale, është uniteti. Prandaj uniteti në kishë është shumë i rëndësishëm. Kjo është arsye që te Shën Johan Gojardi thotë, ai që prish unitetin e kishës, që ndan kishën dhe sikur gjak martirit japin, ky mëkat nuk i falet. Prandaj duhet pasur kujdes nga grindjet, zënkat, tarafet, por edhe nga grupimet sektare brenda kishës, sepse i japin një dëm shumë të madh kishës. Dhe këto duhen zgjidhur sa më shpejt, pa u vlerësuar. Kur endi u rivendos, pra apostujt predikonin, diakonët shërbenin, të varfërve u jepej kujdesi, atëherë fjala përhapej, sepse shtoi besimin në organizimin e kishës, në këtë strukturë të kishës, që ishte nga apostujt, pastaj vinte te pleqt dhe të vinte te diakonët. Shpreha se një numër i madh priftërinj i bindej besimit tregon se edhe ata që kishin qenë pjesë e një sistemi fetar hebre të dhjatës së vjetër, edhe pse kishin një lidhje aq të fortë, ata bindeshin nga dëshmia e jetës së kishës, nga ky një organizim sa më perfekt, sa më human, sa më i drejtë. Pra, një kishë e bashkuar dhe e drejtë bëhet dëshmi bindse. Njerëzit nuk shohin vetëm predikimet, por mënyrën se si të krishterët trajtojnë njëri tjetrin, zgjidhin konfliktet, kujdesen për më të dobtit. Prandaj, mësimi kryesor i jetërve për këtë pjesë është rritja shpirtërore si edhe sprova. Konfliktet nuk janë domosdoshmëri shenjë e një mungesës së hirit, por padrejtësitë duhen pranuar dhe korrigjuar me urtësi, jo fshehur, sepse ato mbeten pasaj si
probleme dhe mbeten si vatra infeksioni për të na dhënë një smundje më të madhe, pra për të na dhënë skizma brenda kishës. Çdo shërbes në kishë është e shenjtë, qoftë predikimi apo kujdesi për nevojtarët. Udhëheqja e mirë delegon përgjegjësi sipas dhuntive që Perëndia u ka dhënë njerëzve. Integriteti, mbushja me shpirtin e shenjtë dhe udhëheqja janë më të rëndësishme se një aftësi organizative që mund ta ketë dikush. Lutja është themeli i çdo shërbese të frytshme në kishë dhe që ajo të jetë, si them, frutdhënëse, pra tham, dhe të shërbej të gjithë komunitetit. Kur kisha jeton në drejtësi, unitet dhe dashuri, fjala e Perëndisë përhapet me fuqi sepse bëhet e besueshme dhe nga ata që janë jashtë kishës. Në traditën patristike, ky fragment shihet dhe si fillimi i organizimit të shërbesës së diakonisë. Kujdesi për nevojtarët nuk është një detyrë dytësore, por një shprehje konkrete e dashurisë së Krishtit dhe pjesë e pandashme e misionit të kishës, sepse gjithë ligji i dashurisë së Zotit, por dhe gjithë shërbesa e kishës përmblidhen atë: duhet Zotin me gjithë mendjen, me gjithë zemrën, me gjithë shpirtin, me gjithë fuqinë tënde, duhet të afërmi si veten tënde. Dhe dashuria si ndaj Zotit dhe ndaj të afërmit nuk është thjesht vetëm me mendim, por edhe me një veprim. Prandaj edhe në kishë neve dashurinë e shprehim me një veprim konkret, edhe në adhurim, por edhe me dashuri konkrete ndaj të afërmit, ndaj një ndihme sociale konkrete që ka qenë që në kishën e jashtme, që në fillimin e kishës dhe vazhdon dhe sot e kësaj dite, që të jetë një nga misionet e kishës për të qëndruar afër njeriut me fjalë dhe me vepra. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën tonë për të takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.